Në programin tim, unë duhet mi eliminu qëto probleme edhe e kom planin që është me i bo. Për mu, pika numër 1 është siguria fëmijëve në përshkolla. Dhe më thonë, para 3 dite kom reagu, është hi një ismut psiqik edhe ka tentu ose e ka rrej mësuse në sy në zonca. Pastaj fëmijët në përshkolla janë të rrezikum prej narkodilerve, prej fenomeneve të këqija, prej rrafjeve, prej delikuence, prej bullizimi, prej gjithë farë lloj, do më thonë, sulmeve që u Çka mundet me bo beka për këtë punë? Çka mundet me bo? Kom angazhu policë në pension, të ndershëm, që e dim biografinë e tyre, cilët kanë më funksionu si të padukshëm mrena oborrit shkollës, bashkë me ndimin e kamerave, do më thonë inteligjente ka më bo siguria. Fëmija nuk kanë më mshel mo me tela. Do më thonë jam kundër që më pas tela edhe gardhiqe rreth shkollave, rreth parqeve, do të eliminohen të gjitha. Sepse nuk bëhet siguria ashtu. Fëmija do tjetë i shëndetshëm, do tjetë i sigurt edhe do tjetë i lirë. Do më thonë, mësimi gjithëtor? Mësimi gjithëtor? Jam kundër për me bo, po tash vija aty. Pastaj, fëmija rrezikon edhe prej alkoolit. Fëmija rrezikon edhe prej njerëzve si ashet një cigare, kështu qkukël, ka 10 cent. Edhe me këto dojmë morë. Drejtori shkollës nuk është mo sikur drejtarët e shkollave në komunizëm që janë si autoritet aty. A i ka më dalë, ka mi prit fëmin, ka mi përcjell fëmin, ka më kujdes për mbarvajtjen e mësimit, ka më konë komunikim me prindrit, bashkë me atë personin që ka me vendos aty, që ka më konë komunikim me familje, me një fjallë do t'jemi aleat, nonave, të babave për kujdesin, edhe mos mi pas ka sa vetë fëmijë për shkolla. Qa do të bojmë tash para se më dalë të mësimi gjithditor? Fëmijëve do t'ju sigurojmë hormona, për mos mi bajt çontat. Ke menu një orë, brainstorming, në fund edhe një letër në formë pyetësori, veç kështu, jo, s'po t'lo, veç pak. Se hormona kanë. Do më thonë, vetë, shkoj, gjdo 2 muj i rregulloj hormonat. 2 fëmijë kom, në shkollë publike në Naim Froshër, shkoj i rregulloj hormonat. A bën visht e kryu në planin tem, e ta një mirë nga dhe me ndreshin e hormonat? Jo, ideja është që hormona ka. Hormona ka. Jo, nuk kanë gjitha. Dëgjëm, e kom visht edhe një problem, edhe pasaj për du me dojtë të që ajo qashtja jote. Qashtja higjienës edhe sanitarisë. Do më thonë, jemi marë dej me fokus dej në problemet më të vogla. Përdoren detergjent të trona që ka një shkollë të helmimit në përshkolla, që është domestosi i cili ka mundru, ka më përdor diçka ma e but. Tjetra, asë një derë, asë një toalet, i shkollave nuk kanë rezë. Dojmë marrë edhe me atë punë. Fëmijët edhe përbolizohen. Pastaj, ka vajza të reja që nuk guxon më hi me shfrytzu toaletin, se shkon dikush ja qel derën. Pastaj detyrohen prind për shku me marrë fëmin, me qunë shpe me shfrytzu toaletin e marrë shkollë. E këtu duhet edhe disiplinë. Pastaj do të shtim ligën e garave, ku fëmijët do të garojnë me zvete. Këto gara do të zgjasin për 6 muaj, edhe fituesit pastaj komuna ka me shpërbly me diçka, o fjala për shkollën. Dalim tash te mësimi gjithditor. Nuk kemi kushte me apliku këta. Edhe po i dëgjojna për debate, të i thonë, sa shkolla do me apliku mësimin gjithditor, po ka kandidat që po thonë, po, në formë eksperimentale do të aplikojmë në 2 shkolla. Eksperimentet jënë ndalu edhe në kafshën shpez, e mi që thëmi na me bo eksperiment jënë ta. Karrikat në cilët ullën thëmija jonë, jënë drasë. Nuk mundet me najta gjithë ditën. Kur të menojsh si as nuk ka program, as nuk ka hapësira, as nuk ka laboratore, edhe mungojnë shumë gjana, kjo mbetet me ndërtuna, me apliku në i herë qëtë program ku do t'i shpërgadit Prishtina në gjdo sferë, jo veç në arsim, për me apliku pastaj edhe në mësim gjithditor që shëbojnë në për shkollat private.